Unë doja të di, nëse ti do ishe konkurente të kjo show që po prezanton, çfarë talentit do zbërthej aty? Po do këndoja ndonjë këngë limonat. Do na këndosh një Deri tu Danja, ti dhe që s'më kap një... Ec tani. Vetëm na Një limonat të shpejt. Okej, po do e këndojmë bashkë. Jo, ti dhe pastaj do futemi. Ne do të mbajmë Me miso. qenë se jemi tek ndeshja, edhe një ndër këngët që unë mendoj që është bërhim për çdo ndeshje është kënga Elvana Gjatës. Ku që Se shikon mua. Jemi ne, jepi Lori. Jemi ne, vim nga trojet tona. Nuk na ndal dot askush, fluturon Shqiponja. Kaq limonat. Talent. Danja, të falenderojmë shumë që ishe me ne. Jo, ka Kleoniki ende një pyetje. Ju lutem shumë, unë sot do t'jap fjalën vetëm Kleonikit. Faleminderit që ke reflektuar Gerta. Danja, unë dua të di sa e dashuruar je nga 1-10 me Redin. 10. Edhe do të them unë kam parë Edhe live, një janë shumë sekond, çifti Redi bukur. kur do ta bësh Faleminderit. propozimin, ta shikojmë me një unaz Danjën. Kjo është pyetje për Kjo Redin. shumë e bukur. Semi Danja ka unaza. Jo, ato nuk janë unaza. Po gishin Ka unaza bon. Danja, që ta mbyllim kështu kështu së shpejti, okay? Thank you very much. Që ta mbyllim si duhet. Si ndëron ti këtë momentin e unazës, Danja? Po besoj si çdo vajzë, kështu bukur e thjesht, nuk e du kështu me shumë Jo me shumë lajle lule. Do me ulje në thjesht, gjunjë. thjesht. Me një tuflu. Po tani, edhe aq, do me thënë, të mos ne gocat ne meritojmë. Nuk është aq thjesht, e duam romantike. Për ta mbyllur siç duhet këtë intervistë, të lutem na thuaj kur do transmetet, kur është Data e transmetimit të Yjeve të Diasporës. Po, gjysmëfinalja e parë e Yjeve shqiptarë të diasporës vjen në Top Channel në datën 15 qershor në orën 9. Do jenë 2 gjysmëfinale apo? Po, kjo është e para. Okej. Pastaj me radhë deri në finale. Janë 2 gjysmëfinale dhe finale e madhe. Normalisht është prime time, çdo të diel. Kështu që unë ju pres të na shihni, do shikoni një bum talentesh, jo se e kam moderuar unë dhe jo se kam qenë unë pjesë e projektit, por jam nga zëllyer nga konkurrentë të cilët kanë performuar profesionalisht, edhe për moshën që ato kishin, që ishin të vegjël relativisht, dhe dua të them edhe këtë të fundit që unë dua një duarçokitje për të gjithë prindrit shqiptar, po kryesisht për ata që jetojnë në diasporë, sepse kanë ardhur, Unë do ta bëj më të madhe. sepse kanë ardhur në këtë kompeticion me të gjithë peripecitë që emigrimi normalisht të detyron t'i kalosh, edhe ata ishin të mrekullueshëm me emocione në sytë e tyre, me lotë në sytë e tyre, tek ishinin që ata fëmijët që i kanë rritur me të gjithë sforcot edhe me të gjithë shtysën kundrejt pasionit të tyre, i shikoni tek performonin në një skenë shqiptare. Faleminderit shumë Danja që ishe në Goca dhe Gran. Faleminderit. Do të kemi pastaj në studio. Faleminderit.